Përshëndetje të dashur shikues dhe mirë se po takohemi edhe këtë të diel në emisionin Rinia. Jemi mësuar që e diela në orën 18 të na bashkoj bashk për të sjellë përsëri pra një talent të rinj të cilët janë inspirim në fushat e tyre. E si gjithmonë si çdo të diel kënaqësinë që këtë tavolinë kam ta ndaj me kolegun tim Endi. Endi, përshëndetje. Përshëndetje Arsa ty, përshëndetje ty dhe gjithë shikuesve të dashur tashmë të podcastit Rinia. Siç tha Arsa, e diela na bashkon bashk në ora 18 me mysafir dhe figura të ndryshme. Figura të ndryshme të profesioneve të ndryshme. Unë mund të them me plot gojë që unë dhe Arsa përkujdesemi çdo të diel të sjellim figura të ndryshme dhe jo të njëjta nga profesione të ndryshme. Edhe këtë të diel njëjtë si çdo të diel tjetër jemi përkujdesur të sjellim një talente të re. Një talente të re në fushën e edukimit në këto momente. Rinesa Hasi. Rinesa, përshëndetje. Përshëndetje, mirë se u gjeta. Faleminderit shumë. Rinesa, faleminderit shumë që ki pranuar mas pari ftesën, që ki pranuar që sot pjesë e jona. Po shpresoj që kemi na nda detaje edhe ekskluzive nga fusha e edukimit për gjithë shikuesit e dashur. Po. Atëherë Rinesa, siç të prezantoi edhe Endi, ti je studente e Fakultetit të Edukimit, apo? Çfarë të ka motivuar që të shkosh tek Fakulteti i Edukimit, tek kjo fusha e edukimit? Çfarë ka qenë ai motivi yt? Besoj që të marr parasysh që vi për një familje ku të gjithë janë mësimdhënës, atëherë normal që edukimi është pjesë e jona çdo ditë. Edhe të pos babin si shembull për ditëshmërisë që qysh i edukon me pasion edhe me durim, atëherë normal që edukimi vetëm se edhe të shtohet një farë lloj kënaqësie që mi vazhdu. Edhe normal kur ki dëshirë me punu me fëmijë, atëherë normal që ki qef edhe mi vazhdu fakultetin e edukimit. Është shumë e rëndësishme me përfundu sidomos atë degën që dëshiron, që ke shumë për qef dhe me këtë pasionin e profesion, po ti në këto momente je në vitin e parë të fakultetit, nëse nuk gaboj, në fakultetin e edukimit, po gjithashtu nuk e lën veç fakultetin, po edhe punon si praktikante në bën e vet. Çfarë të motivoi të punosh si praktikante në bën e vet? Qysh e dim na, domethënë studentët e edukimit e dinë gjithmonë që praktika mungon shumë në fakultete, edhe është pak problem sepse ti nuk mund është gjithmonë me mësu vetëm teori pa u përballë me sfidat e praktikës. Edhe kom pasi një farë lloj opsioni shumë të mirë për mu që më shku në bën e vet, të marr parasysh që është një institucion jo formal, edhe që mirët pak a shumë me zhvillimin e aftësive ose identifikon aftësitë edhe talentet e fëmijëve. Edhe besoj që ma kanë ofruar një mundësi shumë të mirë që unë me sfidu veten edhe me pas punë me fëmijë, domethënë ata që janë pjesë e profesionit tim. Rinesa, si arrin ti ta balancosh edhe punën, po në të njëjtën kohë edhe studimat? Nuk është shumë problem, për shkak se nëse ti din me menaxhu kohën, atëherë çdo gjë bëhet më e lehtë. Po në këtë rast edhe dëshira dhe pasioni për edukim, gjithmonë ta bën punën më të lehtë. Mendoj që kur ballafaqohen teoria me praktikën është shumë më e lehtë si procedurë me shku. Jo mundu që me bo një lloj orari të caktuar, që mi a kushtu një kohë të caktuar në fakultetit, po edhe punës në këtë rast. Orsa, kur kom pyet Rinesën në fillim, se domethënë kur më konë njohje si për me Rinesën, ka thonë që e studioj pikërisht fakultetin e edukimit. Edhe kom thonë, a ki pas qef ndonjë deg tjetër apo ndonjë le të themi profesion sekondar me vazhdu, ka thonë që kam qenë mes edukimit edhe gazetarisë. Na trego pak se pse ndoshta e zgjedhe edukimin dhe gazetarin jo. Gazetaria ka qenë gjithmonë pjesë tjetër, domethënë që më ka pëlqy, po e kom pa veten që apet jom më shumë e dhone për edukim se sa për gazetari. Po ka me qenë edhe gazetaria një pjesë që ka me met ndoshta si pikë. Se ju ndoshta në të ardhmen edhe mos me ndërthur njëra me tjetrën, edhe gazetarinë edhe edukimin. Ndoshta në të ardhmen, nuk i dihet asnjëherë. Pse jo, pse mos me provu edhe si profesion të dytë, le të themi. Nëse arrin që ta përfundosh domethënë fakultetin e edukimit kështu pak më shpejt, pse jo gjithmonë ka kohë për të provuar gjëra të reja, duke qenë se e ke pas edhe dëshirë gjithmonë. Nëse dëshira vazhdon atëherë, pse jo.
Po, Erinesa, kur jemi tek studimet e ndryshme, ti tha që fakultetin e edukimit gjithmonë e ke dashur, të ka pëlqyer shumë puna me fëmijë dhe puna me edukim. Por normalisht ndoshta që edhe nëse nga larg shihet një rrugë shumë e drejtë, ajo mund të ketë pasur edhe disa devijime. A ke pasur ti ndonjë sfidë ose a ke hasur në sfida të ndryshme gjatë këtij rrugtimi? Normal, si çdo student, sfidat janë të mëdha për shkak se je në vitin e parë dhe nuk e din se çysh shkojnë punët në fakultet. Po me anë të dëshirës edhe për krahjes së familjes, gjithmonë është më e lehtë edhe bashkëpunimi me të tjerët, në këtë rast me kolegët. Mendoj që çdo student i edukimit që vendos me i vazhdu ato studime duhet me qenë shumë bashkëpunues, sepse është mënyra më e mirë që ti me pas sukses. Unë, Erinesa, nuk po dyshoj edhe këtë pjesën e paragjykimeve dhe kritikave, po besoj që ki has në paragjykime dhe kritika momentin që ki tregu që unë du me studiu fakultetin e edukimit. Cilat kanë qenë disa prej paragjykimeve dhe kritikave që i ke has ndoshta? Normal, fillimisht kur më kanë pyet për shembull njerëz të tjerë shoqënia ose njerëz në përgjithësi, ju kom tregu ma kanë po normal se jetu e vazhdu traditën e familjes. Edhe më ka pengu pak si pjesë, sepse kanë menu që është pak e imponune. Anë këtë rast të konë, shumë dëshira jam i vazhdu. Jo mundu mi bind që mi tregu që nuk është, po nuk mundesh. A mendon ti që kjo degë vlerësohet në Kosovë? Jo, për këtë arsye dhe kom vendos që me vazhdu këtë drejtim, për shkak se si më thonë si në kohët e më pashme ka qenë shumë i vlerësun. Është konsideru me një farforme zot, për shkak se në bazë të mësimdhanë si ti e arri një profesion caktun, edhe tash të e pa për ditë ma shumë mësimdhanë si nuk po respektohet, jo vetëm nga nxënësi, por edhe nga prindërit, ku mësë shumë të mundemi mi vrejt në rrjetet sociale, ku gjithmonë mësimdhanë si tjenë ata që me një farforme shohen mësë shumë të. Edhe është pak dëshpruse, por në këtë rast për mua është mendoj veç ma shumë motiv që me vazhdu edhe me i vërtetu të kundërten. Sepse çdo profesion lidhet me arsimin. Do më thonë pjesa bazë është arsimi. Çfarë kënaqësie të jep puna jote? Cili është motivi kryesor në punën që ti e bën? Si ndihesh ti kur punon me fëmijët, në rolin tënd si studente e edukimit, por edhe si edukatore, le të themi? Kur ja kom fillu në fillim në muajin tetor me punu në bën e vet, ka qenë një sfidë shumë e madhe për mua, sepse tu marr parasysh që nuk ki eksperiencë pune edhe direkt ki punë me fëmijë është pak problem, sepse gjithmonë duhesh mi gjetë një lloj mënyre të mirë mi u ças atyre. Po me anë të ndihmës së mentorëve, gjithmonë kanë qenë pranë meje edhe më kanë ndihmu që unë me arrit sukses. Është kënaqësi shumë e madhe me punu me fëmijë, sepse ata dinë me një farforme me të bo për vete, edhe ata e shohin botën shumë ma ndryshe se ne. Ndoshta neve senet ma thjeshta, adi nuk na duken interesant, ata i bojnë shumë mënyrë të bukur dhe të jashtëzakonshme. Edhe mënyra që ata i shfaqen idetë edhe gjanat që ka ju pëlqejnë, atëherë normal që më shtyjnë ma shumë që me pas komunikim ose me punu ma shumë me ta. Tash 4 muaj punon me fëmijë. Po. A mund të themi kështu në bën e vet. A mund të na tregosh dhe të na zbulosh pak për podcastin e një, cilat janë disa nga aktivitetet që organizoni aty që ty ndoshta të pëlqejnë më shumë, edhe disa më pak ndoshta. Okej, normalisht që fëmijët mas së shumti i kanë qef lojrat, një send që dihet. Zakonisht një kur fillojmë, mundohemi me a fillu me një energizer, ose që është një loje caktune, që paka shumë me pas atë farloj knatësin që mi a fillu ora, sepse janë 2 orë të plota aty. Zakonisht klasa parashkollore janë prej orës 16 deri në orën 18, edhe ata që janë pak ma të vegjël, normal që ju duhet vëmendja ma e madhe. Pastaj kemi aktivitetet të ndryshme, unë i tash për tani jam do më thonë klasat Lego edhe Scratch, ku në klasën Lego mundohemi sa ma shumë me përdor Lego që me kriju figurat të ndryshme, edhe normal që me bo vizatime të ndryshme, sepse ata ende janë do më thonë ma të vegjël edhe nuk din me vizatu, po në këtë rast mundohemi që në bazë kreativitetit ton, që gjithmonë mundohemi me bo gjana të reja, do më thonë mos mi përsërit, dhe kjo i bën paka shumë që mi u pëlqy.
Në këtë rast edhe në klasën e Scratch-it, që mundohemi pak a shumë me anë të teknologjisë, mi bo ata që me qenë ma të interesu, sepse teknologjia o bo tash pjesë e përditshme e jona, edhe këto do më thonë pak a shumë janë disa pi aktiviteteve, po më shumë mundohemi me anë të lojrave edhe mi sfidu pak a shumë trunin, se çka po mendojnë ata, edhe mi po që a janë shumë të talentu nëse a kanë aftësi për klasën që janë të e ndjekë. Erinesa, kur jemi tek fëmijët, është shumë rëndësishme po besoj që ata ta kenë të zhvilluar edhe pjesën sociale, bashkëpunimin me të tjerët, po ashtu edhe pjesa emocionale është shumë rëndësishme që të mësohet qysh në veçëli. Për ty si edukatore, sa mendon që janë të rëndësishme këto dy pjesë dhe në të njëjtën kohë si ndihmon ti fëmijët që të zhvillojnë këto dy aspekte, le të themi, aspektin emocional edhe aspektin social? Normal që fëmijët janë ata që janë tash në moshën shumë të re, edhe ata sapo kanë filluar rrugtimin e tyre të karrierës, edhe me këtë rast edhe identifikohet personaliteti i tyre. Unë si asistent mentor në këtë rast, së bashku me mentorin mundohemi që mi bo sa ma bashkëpunus me njëri tjetrin. Si që thash edhe më herët, lojrat janë ato që i bojnë me qenë ma bashkëpunus edhe me e dasht atë klasë që janë tani për tani, edhe mendoj që zhvillimi social është shumë i rëndësishëm për ata, njëjtën kohë dhe emocional, sepse nëse ata kalojnë kohë me njëri tjetrin, njohin figurat të reja, njohin karakteret të ndryshme, edhe kanë më të lehtë që mu përballë edhe me sfidat e jetës në të ardhmen. Edhe mendoj që ne duhemi me qenë gjithmonë ata që i motivojmë, ose një shtys shumë e fortë që ata me qenë vetvetja, edhe me shfaq sa ma shumë talente edhe me bashkëpunu me njëri tjetrin. Në çdo rrugëtim, udhëtim apo eksperiencë apo përvojë nxjerr një mësim. Unë po të pyet Ernesa se çfarë mësove ti për fëmijët që nuk e ke ditur ndoshta asnjëherë? Nuk është që nuk kom ditë, sepse qysh e thash ma herët, kur jeton me një familje që krejt janë mësimdhënës, e din që fëmijët bojnë pyetje shumë të ndryshme, edhe ishe në aspekte të ndryshme. Është interesant sepse në fillim e kom ditë që kom u përballë me pyetje shumë të fëmijëve, edhe ka qenë një lloj sfide në vetvete që nuk e kom shfaq. Po kur jam shku e kom pa që fëmijët janë ata që të kuptojnë mas shumë të në botë. Do më thonë edhe nëse është një problem shumë i madh, nëse ti mundohesh pak ma me qetë, do më thonë mja u spjegu, ata ta bojnë punën shumë atlet. U konë fillimisht të pak sfid për mu, sepse kur nuk punon asnjëherë dhe je student e vitit parë, është problem, po ma kanë bo shumë punën më atlet, sepse çdo ditë më shumë fëmijët janë shumë ma inteligjent, muj më thonë, edhe nuk hezitojnë me shfaq mendimet apo problemet që i kanë, qoftë ato në detyra, ose edhe në gjendjen emocionale që shpesh ndodh që nuk ndihen mirë, edhe u konë një sfidë që shpesh ma kanë japë mentorët që unë më mundu vetë mi shiku apo mu mi përballu ato problemet që ata i kanë. Po, ti e cekë pjesën emocionale të fëmijëve. Si arrin ti ta përballosh ose në aspektin tënd si edukatore, tash që duke mësuar edhe më shumë në fakultet, kur një fëmijë është në gjendje të shqetësuar ndoshta, ose është i nervozuar, ose është i stresuar, si arrin ti ta përballosh atë pjesë, si mundohesh, cilat janë ato metodat e tua? Është pak problem, për shkak se çush e thash, jam shumë e re në këtë fushë edhe po mendimin e mentorëve, tu i po ato në fillim kur kom qenë në praktik, ma shumë kom qenë do më thonë si nxënës në këtë rast aty. Edhe i kom pa që shpesh i marrin, veçan do më thonë, është një pjesë e caktune e klasës, që mund është mi vequ dhe me bisedu në njërë sa ma qetë me ta. Ta shkone e fundit jam të e provu edhe vetë, sepse normal gjdo student ose gjdo nxënës i ka ato probleme që jo, unë nuk përmuj mi bo qëtë aktivitet, jo këpi bëjnë ma mirë se one, jo aje mguci, adin janë gjanat të fëmijëve që janë shumë interesante, po për ta janë shumë, muj me thonë, problematike. Edhe mundona që mi marë, do me thonë, veçanërisht njonin për tëne, edhe me diskutu, me tregu se shka është të e mundu në këtë rast, edhe kur e din paka shumë që ma e re, mundona mi tregu që edhe unë kur më konin moshën tonë, i kum pas këto probleme. Edhe e marin parasysh që edhe kjo i pas ka pas qëto probleme, edhe zakonisht që kjo metodë paka shumë më ka
më ka shku mirë. Edhe mundona që mi majtë sa ma qetë dhe mi u tregu që ti mund është ma mirë. Do më thonë, a kena si frazë ose si diçka primare që mi u tregu që ti mundesh. Nuk bën mi demoralizu fëmijët, sepse në këtë rast kur ti demoralizon ata nuk vinë mo dhe nuk munden mi bo ato që ata kanë dëshirë. E që është një pjesë shumë e rëndësishme edhe po besoj pak e vështirë. Normal, po. Rinesa, ti jeton në Gjakov. Punon në Gjakov, zhvillon studimet në Prizren dhe po ashtu e di që ke qef edhe Prishtinën. Si e sheh veten edhe ku e sheh veten pas përfundimeve të fakultetit, pas përfundimeve të studimeve? Unë zakonisht jam një person që nuk kam qef me mendu shumë për të ardhmen, kam qef me jetu momentin edhe të marrë parasysh që studimet tash janë shumë nivel të më shku, janë të më shku shumë mirë. Besoj që tani për tani jam të e pa veten vetëm si pjesë e stafit të Bonevetit, sepse aty e kom gjetë veten, sepse do më thonë jam rrëthune për një stafi shumë të mirë që më kanë bo mi dash punën që jam të e bo. Edhe nuk e mendoj që të ardhmen ka me mendu diçka tjetër përveç se këti profesioni edhe këti vendi ku jam të punu, po asnjëherë do më thonë nuk i dijet se shka ndodhë. Duke qenë se ti e ceke qenë e Bonevetit dhe nuk e di që çfarë do të ndodhë në të ardhmen, ndoshta do të qëndrosh këtu, ndoshta do të shkosh diku tjetër që ta zhvillosh profesionin tënd, por a mendon që Boneveti ka ndikuar shumë pozitivisht në aspektin tënd dhe në të ardhmen tënd dhe në profesionin si edukatore? Normalisht që po, sepse edukimi nuk ti shkon në fakultetin e edukimit edhe ki vetëm teori ose në këtë rast me dëgju ligjërata pi profesorëve, që ti cilat nuk i zhvillon në praktik. Edhe Boneveti ka qenë një prej arsyeve më të mëdha që më ka motivu ma shumë, edhe besoj që më ka zhvillu ma shumë profesionalisht, që kjo është një diçka shumë e mirë për çdo mësimdhënës, sepse në moshën 18 vjeçare me punu me fëmijë është normal problem. Po bashkëpunimi me stafin e Bonevetit gjithmonë ma ka kriju një hapësirë më të lehtë, edhe tash mendoj që jam shumë, ndoshta nuk jam shumë e përgatitshme, po parafërsisht e di se çka dëshirojnë nxënësit, edhe çka është diçka që mundesh ti mi gjetë të arsyeshme që më u shpjegu atë në mënyrën më të qartë dhe më të mirë. Përvoja punët që po punon tani, ti po thua që po ndikon pozitivisht në le të themi profesionin që ke zgjedhur ta vazhdosh në të ardhmen. Po cilat janë ndoshta disa nga aftësitë që ke qef me zhvillu jo vetëm në punën që bën, jo vetëm në praktikën le të themi që bën, por edhe gjatë studimeve? Normalisht që bashkëpunimi është një diçka primare që çdo mësimdhënës duhet me pas, sepse kur nuk i bashkëpunim nuk i sukses. Njëjtën kohë edhe me pas pak ma shumë zhvillim ose me pas vetbesimin vetvete, sepse kur ti përballesh me sfidën ose këtë rast me nxënësin, normal që ti zhvillohesh ma shumë profesionalisht. Edhe mendoj që pjesa e praktikës në Bonevet më ka ndihmu shumë që unë mu zhvillu profesionalisht, edhe mi pas ma të lehtë që nëse pas nesër kur ta përfundoj fakultetin, me punu me një institucion publik, si që janë për shembull shkollat, me mësim do më thonë formal, atëherë besoj që kom i pas pak ma të lehtë, sepse e kom një bazë që e kom fitu. Rinesa, kur jemi tek kështillat, sepse unë dhe Endi kemi që në çdo emision të gjithë të ftuarve që i kemi, të ftuarit ja drejtojnë një mesazh të gjithë shikuesve që neve po na ndjekin në këto momente, ndoshta të rinjve dhe të rejave që duan të vazhdojnë në ato fusha ose në ato drejtime. Çfarë këshille do t'ja jep ti një studente të re që ndoshta planifikon që të fillojë në shtator fakultetin e edukimit? Unë ju dëshiroj fillimisht do më thonë të gjithë studentëve që do të vazhdojnë në edukim ose edhe në degë tjera shumë suksese, sepse është një diçka e mirë për neve si shtet nëse vazhdojnë mu eduku e mu arsimu ma shumë. Studentëve që do të vazhdojnë në edukim, ju kisha sugjeru mi dasht profesionin, për shkak se nëse ti nuk e dojnë edhe vetëm ja pjek vetit e në kry që pëdu me hi, vetëm i kry, atëherë nuk është një diçka shumë e mirë, edhe i kisha këshillu me lexu shumë, sepse gjithmonë ki mu përballë me sfida, do më thonë me nxënësin këtë rast me pyetje që ti nuk i me mujt mja gjetë përgjigjen, ashtu qysh aje kupton. Edhe duhet me pas një menaxhim të mirë të kohës, nëse ti e menaxhon kohën mirë, atëherë
kime pash shumë sukses, sepse fakulteti e edukimit kërkon shumë lexim, edhe kërkon dashuri për atë profesion, që janë pikat kyçe që një studente ose një student do me vazhdu këtë drejtim. Orsa ne deri në këtë moment e se kem disa nga pikat ma pozitive dhe ma të rëndësishme normalisht tek fëmijët. Unë po du me kalu dhe tek një pyetje e fundit që kam për ty. Këto kohëve të fundit po shohim shumë njerëz publik që po shfrytëzojnë ndoshta publicitetin e tyre për të promovuar edhe një farë anë të tyre personale. Disa dalin dhe thonë në këto ditë, le të themi ditët e fundit, që unë nuk dëshiroj të bëj fëmijë. Dëshiroj të zhvilloj më shumë karrierën. Çfarë mendimi ti ke si studente e fakultetit të edukimit këtë rast? Ne diskutuam deri në këtë momente për fëmijët, po du me ta marrë dhe një mendim sa i përket këtyre njerëzve që ndoshta nuk e shohin familjen si pjesë kyçe në jetën e tyre. Sa i përket meje, mendoj që familja është një diçka primare që neve na rrethon, edhe nuk mendoj që karriera duhet me qenë primare ose me qenë me një shkallë më lartë se sa familja. Për shkak se po nisna prej vetës, unë nuk isha mujt me fillu këtë karrierën time pas përkrajën e familjes. Edhe mendoj që njerëzit që e vendosin karrierën para familjes, nuk muj mi gjyku në këtë rast, sepse nuk jam personi i duhur, po mendoj që duhen mundale dhe me mendu pak ma gjatë, sepse jo këtë jetën ndoshta ti kimi kalu në atë profesion ose në karrierë. Gjithmonë ka me të do është ajo një farloj dashnie që të mungon. Kimi një zbrasin vetë që mund është mi gjithë vetëm të familja. Edhe unë e kom pas një përkraje shumë të madhe për familjes, edhe mendoj që ata qysh gjithmonë më kanë mësu që fillimisht kur ki dashnie dhe mirë kuptim mes vete, edhe karriera edhe çdo send e jetës që ti kimi pas përballë, kime mujt mi kalu me shumë sukses. Një pyetje le të themi e vështirë, por përgjigje me të vërtetë shumë e bukur, edhe po shpresoj që sadopak gjithë njerëzit nga fjalët tua, por edhe nga fjalë të ndryshme të psikologëve, po ashtu që dalin dhe flasin që familja është një pjesë e rëndësishme e jetës, ndoshta të reflektojnë mbi këtë deklaratë. E po ndalemi tek deklaratat, sepse unë Orsa kemi përgatitur një rubrik me deklarata të bujshme në media nga aktivistë, fytyra të ndryshme publike. Orsa po e nisi të parën, është një deklarat që mund të themi ka bërë me të vërtetë shumë zhurmë në media, është pikërisht fëmia është luks. Çfarë mendon ti për këtë deklarat? Fëmia nuk është luks, do të thonë edhe nëse nuk jam personi i duhur me gjykun këtë rast, unë muj me thonë që fëmia është sani më i mirë që të ndodhe në jetë, edhe kur ki dashuri, do të thonë këtë rast dy të dashuruar, atëherë fëmia vjen me një farloj dëshirë mjaft madhe. Fëmia nuk mundet me qenë luks. Fëmia është nuk mund është mi përshkru, është një ndjenjë që ndoshta hala nuk e kom përjetu as vetë, po qysh e di, do më thonë bazë të prindërve, mendoj që të ndrohet komplet jeta. Qysh është atë e prindë e mi, ata gjithmonë në thonë që kur kemi vendosë që me pas fëmi një jetë, ka qenë momenti ose mendimi ma i mirë një jetë, ose vendimi që e kemi marë. Për shkak se fëmijët janë ata që të falin dashuri edhe janë pjesa ma afër që çdo prind ka mi pas gjatë gjithë jetës. Fëmia nuk është luks, pra. Jo, asnjëherë. Ka probleme më të mëdha se fëmijët? Nuk besoj, fëmia në këtë rast nuk është problem. Fëmia është një diçka që shotash, është një diçka shumë e bukur që të ndodh. Probleme mund është me pas e një të ndryshme. Do më thonë gjatë sfidave, mundet me ndodh një depresion për shembull, ose sfide në punë që ty ta bën jetën ndoshta më të vështirë. Po unë mendoj që fëmia është ai që t'i zgjidh problemet. Sepse kur ti ndoshta ke një ditë shumë të ngarkuar, unë e shoh për shembull prindin tim që është mësimdhënës, edhe normal që kur punon këtë kohën me nxënësa është pak sfidë, sepse mundesh edhe mu lodh. Edhe kur shoh që vjen në shtëpi dhe ta kalon kohë me neve, shpesh na thotë që ju mi zgjidhni këtë problemet. Edhe nuk mendoj që fëmia është problem.
E vërtet, një tjetër fjalë që ju thuhet fëmijëve shpesh është pikërisht mos ja prishni jetën familjes me ankesa. Normal që ka karaktere të ndryshme të fëmijëve, po kjo varësisht më shumë varet prej prindërve se sa ju japin domethënë vëmendje ose sa i lasdrojnë në këtë rast. Edhe ka ndoshta fëmijë që shpesh kanë ankesa që ata nuk i shohin si ankesa, por mendoj që bashkëpunimi me prind edhe mirëkuptimi, mendoj që edhe këto shprehje ndoshta të ankesave munden edhe mu zhduk. Po mendoj që nuk janë gjithë fëmijët ata që shfaqin ankesa, për shkak se po nis nga pe vetit jam ko një fëmijë që nuk muj më thonë që jam anku ndonjëherë. Jam pajtu me çdo send që e kom pas, po kjo krejt është varë domethënë bazë mirëkuptimit që e kom pas me të dy prindërit. Jemi mësu që shpeshherë kur ndodh një problem apo diçka me fëmijët, të themi e harron nuk është problem, domethënë edhe kur ndodh ndoshta një mosmarrveshje apo diçka. Edhe një prej deklaratave ka qenë fëmijët harrojnë shpejt, nuk ka nevojë për dramë. Nuk pajtohen në këtë rast, domethënë këto deklarata po më duken pak më që spajtohen me mendimin tim. Unë zakonisht e kam si pjesë kryesore në kryt, domethënë që e maj që babi shpesh më thotë fëmia është një letër e bardhë dhe ne jemi ata që shkruajmë edhe ata marrin mësim prej neve. Mendoj që fëmijët janë ata që nuk harrojnë asnjëherë. Domethënë ndoshta një përgjigje që ti i thuj jo, ai ndoshta ka me vazhdu dhe 2-3 muaj dhe s'ka mi harru. Edhe mendoj që prindërit janë ata që duhen me gjetë kohën edhe mënyrën më të mirë të komunikimit me ta, sepse fëmijët janë ata që më shumë t'i kanë nevojë për prindërit edhe mi pas atë mirëkuptimin së bashku. Një tjetër deklarat, padyshim që i bëhet shumë fëmijëve, sidomos kohëve të fundit dhe ditëve të sotme, është ashtu jemi rritur ne dhe nuk kemi vdekur askush. Normal që secili prej prindërve ka pas ato sfidat e veta në kohët e mëparshme, dhe mi bo krahasimin me tash, fëmijët, secili fëmijë është u rrit në mënyrën më të mirë të mundshme. Edhe normal që prindërit ndoshta ndonjëherë prej nervave ose mos marrëveshjes që kanë me fëmijët e tyre, ju doket që janë të kërku shumë, sepse ata në kohën e kaluar nuk kanë qenë kërkues. Edhe ju doket ndoshta pak a shumë e tepërt. Po mendoj që nëse ti ndalesh edhe e mendon që është ardhur kohë tjetër, nuk mundesh mi gjyku fëmijët se pse po kërkojnë pak më shumë. Tash jemi mësuar që edhe gjendja emocionale e fëmijëve. Ne folëm pak për aspektin social, aspektin emocional të fëmijëve, edhe ndoshta kur një fëmijë thjesht nuk has me marrëveshje me prindin ose me mikun e tij, me shokun, me familjarin apo diçka, ju thonë nuk është problem, e kalon. Ose mos u merakosni, kjo është thjesht një fazë e tyre. Cili është mendimi jot për këtë? A duhet të ndalemi që të kuptojmë edhe më shumë gjërat në të cilat ai fëmijë është duke has për momentin ose probleme të ndryshme emocionale, apo thjesht të tejkalohet kjo pjesë si një fazë? Unë nuk mendoj që duhet mi tejkalu, saktësisht në fakt duhet mi kushtu sa ma shumë vëmendje, sepse fëmijët edhe truri i tyre është ende i ri edhe njihet i pasigurt në vetvete që ndoshta edhe atë problem që është e pas mi a tregu. Sfida domethënë ose mosmarrveshjet mes moshatarëve mes vete janë të shumta, sepse njëri mundet me pas një dëshirë tjetër edhe tjetri mundet mos mi pëlqy ajo dëshira jotja edhe me njëherë fillon domethënë konflikti. Po në këtë rast edhe tek prind ku besoj që çdo ditë më shumë fëmijët pak janë të prunë ndoshta lirinë që e kanë prej prindërve, edhe normal që kanë mosmarrveshje të shumta. Po prindërit janë ata që duhet m'ju qas me një mënyrë më të mirë, qysh e thash edhe më herë duhet me pas komunikim të vazhdueshëm me ta, sepse kalojnë për faza të ndryshme. Nëse nisëm domethënë prej klasës parë deri në klasën e 5, fëmijët janë ata që kërkojnë dashuri prej prindërve. Pastaj vjen klasa 6 edhe më tej që fillojnë mi pas pak atë vetbesimin që na dim, edhe munden me shfaq shumë mosmarrveshje me prind ose me moshatarët e tyre. Po prind nuk duhet mi anashkalu, pavarësisht dinamikave të punës që i kanë, që tash shumica e prindërve janë mbi 8 orë, 9 orë
në punë edhe nuk ju kushtojnë shumë rëndësi. Andaj mendoj që për këtë arsye edhe po fillojnë që fëmijët me pas ma shumë mosmarrëveshje me prind, edhe mos mi gëzuat lirin që janë të ju jap prind. Çfarë mendon ti Ernesa për një tjetër deklaratë e bërë në media pikërisht, fëmijët duhet të durojnë, kjo është jeta. A duhet vërtet ata të durojnë? Normal që çdo njeri duhet me duru. Durimi është pjesë kryesore e një personaliteti të mirëfillt në këtë rast. Po duhet me qenë në mbështetje e tërë, sepse është ardhur koha që me të vërtet fëmijët në moshën ose në kohët e sotme janë të u përballë me gjëra që prindët tanë nuk janë përballë asnjëherë. Edhe normal që prindërve ju duket që s'janë të pas durim. Po është një farë lloj mënyre problem për fëmijët, sepse nuk janë të pas atë mbështetjen e duhur. Fillimisht muj me thonë në bazë të familjes, po pastaj edhe me shoqëni, sepse nuk është më ajo dashnia qysh ka qenë përpara. Muj me thonë, mi bo krahasimin tam kur jam qenë në shkollën fillore dhe të vllavit, tash që është ende në shkollën fillore është pak problem, sepse ne kemi pas mirëkuptim edhe kemi duru pak ma shumë. Në këtë rast vllavi jam nëse i bohet një padrejtësi, muj me thonë qoftë nga arsimtari ose nga bashkëmoshatarët e tij, me njëherë e flet, do më thonë nuk heziton mi tregu ato që të i pengu. Po gjithmonë mundona mja spjegu që durimi është pjesë e jetës, edhe mendoj që duhemi me pas durim që me arrit çdo sukses ose çdo qëllim të caktuar që ne e kemi. Fëmijë janë edhe nëse grinden nuk është problem. Normal që fëmijët nuk pajtohen me idetë, sepse secili unë në bazë të praktikës që jam të e bën e vetë, shpesh më ndodh që 2-3 fëmijë nuk i kanë dëshirat e njëjta, ose njëri për shembull e shfaq një dëshirë, një ide për një aktivitet, edhe tjetri nuk pajtohet. Edhe në këtë rast normal që fillon ajo grindja mes tyre, edhe është normale, po gjithmonë duhemi me qenë pranë tyre që mu mundu me pas një farë lloj mirëkuptimi mes vete, me diskutu ata mes vete që mi gjetë mënyrën sa ma duhur që mu zgjidh ai problem. Një tjetër deklaratë Ernesa shumë e rëndë që është bërë ka qenë nëse përjetojnë dhunën do të mësojnë të mbijetojnë. A është kjo a pajtohesh me këtë deklaratë? Jo, as pak. Normal që shembull primare kam vetën këtë rast. Unë jam rrit me një familje që asnjëherë nuk kemi pas, domethënë, atë presionin. Në këtë rast më shumë po them presion psikologjik. Gjithmonë kanë qenë ata që më kanë motivuar me vazhdu, edhe dhuna është gjithmonë pjesa më e keqe që mundet me ekzistu te fëmijët. Këtë rast është gabimi më i madh që prindërit mund mi bë, sepse fëmijët janë ata që ti ki bë me vetë dëshirë, edhe me ushtru dhunë qoftë fizike apo psikologjike ndaj tyre, i pengon ata që mu zhvillu një jetë, edhe i bën ndoshta njerëz më problematike një jetë, edhe nuk munden me ditë asnjëherë me kuptu se çfarë është dashnia. Dhe deklarata tjetër e fundit, po egzagjerojmë me mbrojtjen e tyre, fëmijët duhet të janë të pavarur qysh herët. Sa i përket pavarësisë së fëmijës, mendoj që duhet me ekzistu pak më shumë, sepse nëse krahasojmë vendin tonë edhe shtetet e jashtme, pavarësimi i fëmijëve është pak më jo i mirë tek na, sepse mundohemi gjithmonë që me qenë afër tyre në çdo sekond. Nëse ai vendos mi marr një vendim me një, gjithmonë ai duhet me qenë ai që jo s'muj pa i pyet babin ose mamën. Edhe mendoj që duhemi mu mundu pak mi bo pak ma të pavarësun fëmin, sepse në shtetet jashtme, qysh në moshën 18 vjeçare ti e ki atë pjesën që nuk jeton mu me prindët tu, edhe duhesh mu përball. Po normal, me disa pjesë pajtona, po me disa të tjera jo. Po mendoj që në bazë të komunikimit edhe mi u tregu që fëmijët munden me bo gjithçka, munden me arrit çdo qëllim të caktuar, munden mu bo ma të pavarësun. Po normal gjithmonë në bazë të marrëveshjes së mirë me prind. I ceke paka shumë edhe Shtetet e Bashkuara të Amerikës, apo thënë kështu edhe edhe Evropën këtë rast, po du me ndërlidh si pyetje këtu.
Rinesa, çfarë mendon ti për edukimin në Kosovë edhe krahasuar me atë në Evropë apo edhe në SBA? A mendon, duke lënë kështu fëmijët anash pak tash, a mendon që njerëzit po edukohen siç duhet këtu? Nuk mendoj që po edukohen siç duhet, për shkak se fëmijët në moshat shumë të vogla, domethënë fillojnë edhe tregojnë për ose flasin për gjëra që nuk ju takojnë. Edhe mendoj që atë sa është faj i prindit është edhe i mësimdhënësit, sepse duhet mi edukut edhe mi u tregu që duhet çdo sen me shku në bazë të moshës. Edhe arsimi në Kosovë mendoj që është të pas një ngritje jo të mjaftueshme që me pas personalitete të suksesshme. Nëse krahasojmë me shtetet e jashtme, gjithmonë ka studenta që falënderimin më të madh ju bojnë mësimdhënësa, sepse ata kanë qenë si pjesa më kryesore shtytëse e suksesit tëne. Ndërsa në Kosovë nuk është shumë pjesë primare, pjesa e motivimit mësimdhënësve, për shkak se motivimin më të madh e gjojnë domethënë tek njëri tjetri ose tek prindërit. Edhe mendoj që ka shumë hapësirë për përmirësime tek mësimdhënia në Kosovë. Sa kështu ardhën drejt fundit, nëse nuk ke ndonjë pyetje tjetër. Jo, besoj që Rinesa i përmbledhi të gjitha gjërat që është dashur të diskutohen tash sa kohë dhe ka treguar në mënyrën më të mirë se si të balancohet puna, si të balancohen studimet, aspekti emocional, aspekti social i fëmijëve dhe gjithçka që ka të bëjë me fëmijën në tërësi sa i përket aspektit të tyre të cilin e shohin si edukatore. Rinesa, shumë faleminderit që ishe me ne sot. Shumë faleminderit edhe një herë ende dhore, sa kënaqësi e madhe. Rinesa, të falenderoj edhe unë që ke qenë sot pjesë e jona e podcastit Rinia, që po shpresoj që përsërimet pas, kur ndoshta edhe i prek ato muaj të suksesit. Faleminderit inshallah. Edhe ne shpresojmë padyshim që kemi me të famë. Orsa, faleminderit shumë edhe ty që e ndam këtë studio përsëri së bashku në një tjetër të diele. Kështu do vazhdojmë shikues të dashur të ndajmë bashkëmarrës në studion çdo të diele tjetër të këtij sezoni, duke sjellur tek ju edhe fytyra të ndryshme dhe profesione të ndryshme siç e themi çdo javë. Faleminderit edhe juve që ishit pjesë e jona sot dhe ne ju lëm takim javën që vjen. Patjetër javën që vjen në ora 18. Mirëmbëjtje.